Unë se dija çfarë ndodhi teknikisht pas si i gjujtën. Aty ishte edhe një rob me bicikletë dhe kur i gjujtën këtij u përplas dhe me robin me bicikletë. Nuk kujtova se ishte robi i bicikletës. Në fakt kur pas videon e Joqe Albenias, thash ore, këtu jam unë, se dukesh edhe sfond. Ore, po ti pas kanë gjujt me shkop, thash, në kokë, se unë thash ishte përplas. Në atë kuptim e mora. I gjomën i kishte gjujt në kokë. Është e kapur, e filmuar, edhe aty janë 20 kamera të instaluara në zonë, që është e provueshme në mënyrë më thjeshtë. Dhe gjen edhe polici që e ka. Pra jemi në fazën e re që policia është gati të vrasë njerëz. Pse? Sepse situata është bërë e tillë që deputetët kanë përfunduar si minj brenda parlamentit, se e dinë që do të gjujnë makinave të tyre me vezë, se ta ngjitën makina. Që do thotë me fjalë tjera, Edi Rama për të ruajtur imunitetin e partisë të deputetëve. Po jep shpresë aty që do ju mbroj. Në fakt e bëri më keq punën. Pra veza dhe domatja në makinat e deputetëve apo vetë deputetëve, në këtë rast po sjell një situatë për shkallëzimi të ri, kur Rama është gati të vrasë njerëz. Me këtë staf policor drejtues që ka emëruar. Kur personazhi që e purdhat është Hasmetaj, komisariatit nr. 1. Një RQ i shkurtër, i cili ka hungur një vezë kaq të bukur në Surraz, pasi gjuti me sprajt, kot një njëri që po rrinte aty. Ai pinxhi vogël? Ai pinxhi vogël, i cili kërkoi dhe arrestimin e Dritan Goxhaj. Të veçantë zotës, dy luftëtarë të YÇK-s. Dhe ka arrestuar njerëz, ai më shkurtri, dhe po çuditërisht një shkurtër tjetër me skafandër kokë, ishte më i egri, kështu ke pjesa ku isha unë. Se mora vesh, pse kanë ngritur policia ndurtë ca njerëz të shkurtër. Ka të bëjë edhe gjatësia në policinë e shtetit. A e kanë plotësuar këta kriteret për të emëruar? Se ka norma, nuk kesh gjatësi minimale që përcaktohet me limit. Këta ishin më shkurtër se gjatësia minimale e policisë. Pra këta nuk janë policë. Këta janë militantë të regjistruar si policë. Sepse s'mund të kalojnë dot testin e gjatësisë. Po si ka mundësi më burr? Po mirë ky që jep urdhra, po edhe policët janë kaq budallëtë, cilësh degradojnë tek këtë pjesë. Këtu bëhet fjalë për policë të droguar, ta kam thënë herë kaluar. Pse bëhet fjalë për policë të droguar? Po pjesa më e madhe aty, shiko, okay, ata që boshin gjitha të vrap, shëparje policë me bo vrapa shulla. Asu s'kam parë ne. Unë e di që ti the ka i ligj për gjatësinë, unë di që ligji ka qenë për barkun. Që ti jesh policë të kesh bark madh. Ka dhe përgjatësi. Ka dhe përgjatësi, ne? Nuk ka përgjatësin kur je civil. Ka përgjatësin kur je uniform. Të kuptoha, hajtë, sa e sejlë pas ka qenë. Po, realisht, atë lloj sprindi policët të bua. Vetëm i droguar më ta bësh, qopa. Vetëm i droguar më ta bësh, sepse entuziazmi i atij vrapi tregon që ky njeri nuk është në kontroll. Pse? Sepse ky lloj vrapi bëhet për gjëra të rrezikshme, për shpëtim jetë. Sprint ishte, sakt, sprint. Natyrisht i hëngren mund atyre djemve se ata ishën më të shpejt. Por problemi është që ne nuk ishim parashur për sprintin e policor. Si olimpiadë janë të. U binde pra që janë të droguar. Si ti s'ke parë në jetën tënde ashtu vrap policor. Asun s'kam parë në Shqipëri. Dhe pikërisht gjithë këtë vrap policor ishte ruajtur për protestën paqësorë. Imagjinoja, më fal. Ka erdhë Sala Molotov e flak deri para 2 javë para Zvërnecit isha dhe ke sheshi. Fliste, pas e arrite me dur në gjepa kështu ballore në shqiku që të Molotov që drejqin qurë. Ballo u knajsh të atë panoramin bashkë me këta tjerë. Në ky e ill të këte nga jashtë, ai nga mrena bote qef, se kështu janë bashkë ata, në gjithë mund bëjë dhe muzika i mrejnë. Po s'kum pa unë polica shulla, bëjmë vrap. Pra, ati e ullë dhe Molotovin e dhe policat s'nuk. Jo, ti dhe unë, ti për shkak të profesionit, që merresh me regjin, tjerë, që ke sy, regjizorial kur vjetë puna të këtë gjone, që e shef me njohurin e jetës edhe të profesionit, se si ndërtohet një sken me policë me vrap, të bën filma për të që. Ti s'ke për ta bërë dot.
atë sken, asnjëherë, teknikisht, regjisturisht, se çdo gjë do të rrobë që ta bëjnë atë lloj vrapave. Se asnjë me vrapa shumë me uniformë. Se dhe pa filmash, atë lloj vrapi. Dhe e pam aty. Është për t'u habit me këtë po themeni, të enjtë njerëzit kanë gjyt me vezë, me domate, dhe nuk ka s'ke pa pik flake. Edhe fu fare i mlollën dhe me qese shkruja që policëve ke komët. Ishte kryeveve. 2 javë për para, nuk po flas për gjithmonë, po pse e them 2 javë para? 2 javë para sepse në bota bie vallë. Dilçin, fliçin, pastaj ata gjushin me flake, me molotov atje dhe këta i shikoshin, poshin ai gjute me molotov dhe nuk vite polici për ta kapë valla. Ti vesh pranga, ti gjush me shkop gome, mund t'i bish dhe më koka ti, se i po gju me shishe me flak, ishtë ju vo flagën e, realisht. Ky gju me vez, edhe ti turësh në atë lloj pike, me vez. Imagjino të gjujnë këta, ku t'i gjonë, me një gjotë fort, me kastraveca, s'tash me gurë, se guri pasaj është, po me kastraveca. Tjerë kastraveci, kur t'bin kokë, të vreti qikë. Qa du të bëjnë këta? Të një pësatëm troç. O bini që ishin të rëbuar. Ja fuzin shumë pasaj, për shëri, po. Kur mund të bësh atë lloj vrapi? Vetëm kur merr substanca psikotrope. Paq, ku ti që o si kuptoj të njerëz, se që o këta janë figament e kokës gjithë kohës, vëlla, ose shkosh në rajon, bësh gati, bova ki pini kokër ku ti gjonë, bova ki, do të kesh ku me kam të tuja prap ti, nuk është se ti e pa fajshëm. Kish me policë, droguar, por e po se bëjnë dot në kushte normale, të po them. Nuk e Po bëjnë në dot. kushte normale, shko ke puna, vëlla. Po pra këtë po them që nuk e bëjnë dot teknikisht, po të mos jenë droguar. Që do të thotë, në momentin që kanë marrë drogën, tregon që kanë bënë me një grup besnikësh. Po është po të gjitha, do të fluturoj tot ai. Po them para se shkoje i deri aty, ka shku në punë me kom të veta. Po, Nga shtëpia ka shku vllajes, u ka marrë futur drogë. kamera kin mjes. ka marrë me vullnet të lirë Po, drogën. domethënë derisa të shkosh ti deri aty ke shku me vullnetin ta. Domethënë çy këtu ky është fillon pyetja e parë. Kaq budallë janë burr. Unë mendoj që policia ka bërë një seleksionim shumë të fortë në 2 javët e fundit të personave që vendos në protestë. Seleksionim, çdo do të seleksionim. Të e kuptova. Domethënë, nga gjithë Shqipëria vinë, ti pe që s'kishin as mjete, kishin skafandra motorësh në vend të skafandrave antisomoza, që është veshja profesionale, Çy që i kanë ata? dhe një nga arsyet që mbajnë ato lloj skafandrash, kishte të bëjë dhe me faktin që të mos njihen fytyrat. E kuptova? Kishin numër serie? Absolutisht jo. Prap jo. Dhe këta njerëz, të cilët kanë marrë pjesë në protestë në dhunën ndaj qytetarëve, kanë qenë të përzjedhur nga gjithë Shqipëria. Dhe kemi rastin e jashtëzakonshëm të arrestimit të Dritan Goxhait, që unë e kam monitoruar si konsulent juridik. Dhe më rezultonte që personi që dha urdhër për arrestimin e Dritan Goxhait, që i dha shqiponjave, nuk ka pas hierarkin për t'ia udhënë. Dhe kjo bëri që shqiponjat që morën Dritan Goxhait, që nuk po rrinë, po vënë asgjë, absolutisht asgjë në momentin që i kanë marrë, nuk dinin çfarë të bënë. Edhe e merrshin dhe ku ta çojmë. Filluan të bredhin nëpër parlament me dritanin dhe nuk dishi thonë ku ta çojmë. Kush ju tha ta merrni? Kush ju tha ta merrni? Thoshin gjithë. Ma di njëri u tha ore, jeni vete, të keni marrë. I tha një oficer. Na dhanë urdhër. Po kush? Nuk e di. Kuptove, nuk e di. Pritës është e madhe. Personi që ka dhënë urdhër është i pa identifikuar. Anonimaj. Pritës është e madhe vazhdimi. Masi e marrin këta, Dritan Goxhait, zgjidhin ku ta çojshin dhe fillon telefonatat. Ku ta çojmë çoni ke njëshi, se zgjidhin ku ta çojshin. E çojnë ke njëshi. E refuzoi komisariati, e refuzoi ta marri. Dhe ne nuk e marrim tha. Pse? Po kush që ta marrim, duhet të ketë organogram, duhet të ketë hierarki. Pra duhet të jetë dikush që e urdhrin për ta marrë që ka organogram komisariati numër 1. Pra nëse ti je një ekip policor dhe ti ke për detyrë të shoqërosh një person në një komisariat, duhet që dikush t'i dali për zot. Dhe komisariati 1, nga që s'kishte kushtet për zot, e refuzoi. Edhe çon ke tresh.
Pas kanë po gjiro. Për të s'është galla. Gjiro në për Tiranë. Dritani që qeshte, se Dritani është tip që ke pa këto fshin me nderë me këto histori. Po i qenë tashin e i drek pak të në bëshin qenë në rahat. E marrin dhe e çojnë ke treshi. Ati ke treshi u bënami, ore ç'na e keni si ato. Se s'kishte hierarki, kupton? E u detyruan e futën brenda, e majtën në dhomë shoqërimi dhe prisi që vite shefi komisariatit. Ke tresh. E kanë nxjerr me vonesë, duke shkrit pak procedurën e orareve, sa të vinte shefi brenda dhe të vinte një opojgje brenda, që të gjeshin një zgjidhje për të bërë një copë tjetër, se ke pa u dorëzuar dhe duhet. Dhe thanë që vetëm qeshte me këtë histori, vetëm talle. Edhe tha kur futen ke dhoma, tha, ja futaj gjë. Apo Kush prolli çik. kishte qenë 8:30 mjesin ndjem. Edhe tha, pastaj më zorën. Edhe më shifshi gjithë shu si faj. Ke parasysh ç'a ndodh. Po vi këta që e morën më burr. Pse e morën si nuk e sollën, ata të shpun sollën mirë. Jo, dakord me se e morë, se s'ki qa me bota, se da e ju desh mu se l'kish, po. A e mori? Po. A nuk ta pranoj ky pari? A e shef që ti s'ke, je jashtë gjdo lloj rregullit mundshëm. Po shloja vllap deri dali. Po jo pra se ti s'po kupton Se lera ta me të mëshua. Kur vati ke treshi, Polici shoqëror që këta refuzonin ta merrnin. Dhe këta të katër merrshin shefat e tyre. Shefat e tyre merrin shefat e tyre. Shefat e tyre merrin shefat. Dhe më së fundi vjen një telefonat që thotë nxirrini sa më shpejt po bëni procedurë. Po për çfarë akuzojmë? Po ato 4 nenet e famshme. Ishin 4 nene standard që përjashtojnë njëra tjetrën. Ishte neni për gjithë ky nen. Ishte neni Tubimi Paliqën. Tubimi Paliqën ta kam thënë dhe herën kaluar, kur isha rastin tim, që e ka rrëzu gjykata kushtetuese. Pra e ne nuk vlen. Pra kur ti në Tubim nuk ke më të paligjshëm penal. Një paligjshëm administrativ. Që do thotë nuk është vepër penale apo kundravajtje penale dhe nuk ka procedim penal. Problemi është që kur pranohet që ti ke qenë në Tubim, s'ka rëndësishme e paligjshëm, ti s'mund të aplikosh tenë e bllokimit rrugëve. Sepse neni bllokimit rrugëve është përcaktuar nga gjykata e Strasburgut, kur bëhet ndarja midis bllokimit rrugëve dhe Tubimit. Pra është bërë një ndarje me thikë në gjykatën e Strasburgut. Është një rast hungarez i famshëm kundër Orbanit që e fitoi Orban. Po pse? Sepse ishte bllokuar ura e Danubit për 3 ditë. Por u vërtetua në provat që solli policia hungareze, dhe Ministria e Drejtësisë hungareze, që qëllimi nuk ishte qenë marrëshim apo Tubim, por bllokimi i urës. Dhe gjykata e Strasburgut shënoi, kur qëllimi është bllokimi i rrugës dhe jo Tubimi, sepse dakor po proteston, po ku po proteston te urë, dakor. Po ti kur i 3 ditë, po nuk po proteston, po thjesht po zë rrugën, tu do thotë që ti s'ke asnjë objekt për protestuar. Dhe aty u përcaktua, nëse ura do të ishte përballë një institucioni ku protestohet, nuk do ishte bllokim rrugë, do ishte Tubim. Tani rruga George Bush, bulevardi George Bush, është bulevard. Kështu e ka emrin, bulevardi George Bush. Dhe është para parlamentit. Nuk ka shesh tjetër përveç bulevardit. Pra kur ti proteston para parlamentit, ti nuk e duke bllokuar rrugën, ti duke protestuar para parlamentit. E dyta, ti nuk po bllokon rrugën në një situatë X, por ti po bllokon një shesh sepse je duke protestuar në një datë caktuar, në një orë caktuar që ka një ngjarje caktuar. Që do thotë ishte seanca e parlamentit. Pra po protestoj për seancë. Në momentin që ti proteston për seancën, ti je në rregull. Nuk mund të quhet bllokim rrugë, sepse ti duke tubuar, pra je duke protestuar për shkak të kësaj ore, të kësaj ngjarje për këtë gjë. Dhe njoftimi është bërë publik dhe në media. Tash vazhdojmë edhe akuza e tretë, prishje qetësisë publike, po mfal o vlla. Kur unë dal me protestu, unë ndaj për qetësi publike më dal. Tubimi e përjashton nenin e qetësisë publike. Nuk mund të ketë një akuzë për prishje qetësisë publike kur ka tubim. Se tubimi synon të prishje qetësisë publike, të bërtasësh. Nuk kupton logjikën. Pra tubimi vetë është prishje qetësisë publike, po nuk quhet vepër penale sepse është pjesë e strukturale e të drejtës për të protestuar. E ka përcaktuar te Strasburgu. Që neni i qetësisë publike nuk mund të funksionojë në rast të tubimit. Dhe akuza e katërt ishte kundërshtim i policisë. Dhe ishte filmuar skenari të Angozë që kishin në tunel. Kështu apo tek se marrë të dakord, a merr. Prap ishin ka si gjë, zero. Këto 4 nën ishin për gjithë. Ishin në urdhë, ishin nga lart. Tani çështja është pse u arrestuat Dritan Goxha. Dhe e dyta, çfarë lidhje ka arrestimi i Dritan Goxhës me ngjarjet politike
dhe me parlamentin asaj dite, dhe pse është arrestuar Dritan Goxha dhe çfarë po ndodh realisht me diversionet qeveritare politike të establishmentit dhe pozitave të Dritan Goxha, që është personi, që të kam thënë, ka rolin e një uniteti të grupeve dhe ne, shkurt muhabeti, unë për shembull dhe shumë shokë mi, i themi komandant. Pse i themi dhe komandant? I themi komandant edhe për rolin që ka aty, edhe për kapacitetin profesional që ka, por dhe për backgroundin ushtarak që e ka. Dhe qeveria është totalisht e fokusuar ke pozita e Dritanit dhe funksionalitetin e kësaj pozite raport me të tretët. Dhe po të shpjegoj një gjë që shumë e thjeshtë. 20 minuta para se të jepej urdhri për arrestimin e Dritan Goxhait, është video live e Taulan Pallës, që thot në parlament, tekstualisht, që kemi zbuluar që drejtuesi i protestës është spioni i Iranit dhe ky Dritan Goxha. Dhe kjo idiotësia e spionazhit me Iranin, mbas 20 minutash përdor arrestimin e Dritan Goxha që s'po bënte asgjë. Sepse ata kanë kuptuar tashmë që për të prodhuar dhunë, për të provokuar dhunë, duhet neutralizojnë palët që nuk lejon të ndodhi dhuna.